Prokuroria e Lezhës dërgon për gjykim dosin për vrasjen e 4 viteve më parë të një 15 vjeçari nga policia në një postoblok në qytetin e Lezhës. Kërkesa është dorëzuar në gjykatë për vrasje nga pakujdesia ndaj ish oficerit të policisë Skënder Seferi. Frederik Skandaj, babai i 15 vjeçarit të vrarë, ka reaguar për Anjerport duke e quajtur këtë si vrasje të dytë. Ai kërkon rihetimin e ngjarjes duke bërë rishvarrimin e të birit. Si mund të quhet vrasje nga pakujdesia kur ekspertiza ka nxjerr 7 pluma përveç se xhami i automjetit është i thyer xhami nga mbrapa. Prokuroria e Lezhës i ka prish shëllimisht vendin e ngjarjes edhe me 30 tetor kur u bani ndërtimi i vendit të ngjarjes te kura Cenit. Aty nuk u morën nga 9 persona që shkojnë, u morën vetëm 3. Vetë të bëhet rinërtimi i vendit të ngjarjes, të bëhet ekspertiza makinës, të bëhet rishvarrimi i djalit sepse unë dyshoj se djali është me 2 otor. Asnjëherë prokurori i çështjes nuk ka qenë interesuar me zbar çështjen. Janë ndrru 5 prokurorë, gjithë prokurorët e Lezhës vishin të komandum. 15 vjeçari Armando Skandaj u vra nga policia më 17 korrik të 2010-s, ndërsa kjo e fundit kishte ngritur postoblok për kapjen e 2 personave të dyshuar për grabitjen e një çifti shqiptaro-malazez. Viktima së bashku me të vëllain e dyshuar, si dhe një tjetër person po udhëtonin me një makinë, ndërsa nuk I janë bindur urdhrit të policisë për të ndaluar. Në tentativë për të larguar, polici Seferi përdori armët, nga ku mbeti I vrarë dhe adoleshenti Armando Skandaj. Ndërkohë vllai I viktimës, Ardit Skandaj, ndodhet në burg, I dënuar me 6 vjet për vjedhje.